Me Suelën do t'ju tregojmë se si është të përshkosh piramidën e Tiranës si një person me aftësi të kufizuar. Piramida, në vend që të kishte qenë një objekt bashkues duke thyer atë hije të keqe që kishte në të kaluarën, është në fakt një objekt përjashtues. Nga mënyra si është konceptuar, është objekt par excellence i përjashtimit të personave me aftësi të kufizuar. Ne pam që hyrja kryesore është tërësisht e paaksesueshme për personat me aftësi të kufizuar. Ne arritëm të futemi deri këtu nëpërmjet një hyrje anësore e cila nuk ishte shumë e thjeshtë, shumë labirint rampat pa sinjalistik të caktuar dhe kuptohet jo në çdo mjedis ti ke akses. Nuk ka asnjë element për personat që nuk shikojnë në terren që të orientojnë ata të lëvisin në mënyrë të pavarur dhe unë e shoh shumë të vështirë aq më tepër rëndësinë që ka në pikpamjen arsimore dhe zhvillimit si godin, përveç asaj të argëtimit edhe të turizmit, për fëmijët me aftësi të kufizuar. Ne pam disa nga këto kube që kanë aktivitete edhe për fëmijë dhe praktikisht një fëmijë me aftësi të kufizuar është i përjashtuar nga pjesëmarrja. Edhe nëse kishte rampa, nuk ishte parmak për rampat në mënyrë që ti të mund të lëvisesh në mënyrë të sigurt. Në hyrje për shembull, pjesa ku ti kaloje ishte e pirrët dhe është e rrezikshme. Përveç kësaj, gjithë ndërtesa është konceptuar si një labirint dhe për dikë për shembull me aftësi të kufizuar intelektuale ose psikosociale, godina është e vështirë për tu perceptuar, për tu orientuar. Ne pam që kishte vetëm një tualet të aksesueshëm në gjithë godin ku mendoj që do gubzhoj. Ndërtesat edhe të reja edhe në shkelje të dy parashikime ligjore që tham, një që kërkon kontrollin për aksesueshmërinë në momentin e marrjes lejes ndërtimit dhe pastaj në dhënien e certifikatës përdorimit që duket që nuk janë respektuar dhe e dyta në faktin që nuk duhen shpenzuar para publike ose të donatorëve për objekte të cilat janë përjashtuese në thelb. Piramida është objekt simbol i përjashtimit dhe jo i gjithëpërfshirjes dhe i bashkimit. Do duhet kishte sjell këtë model në mënyrë që të thyente, le të themi, edhe idenë përse është ndërtuar, atë kultin e individit edhe mbivlerësimin të një njeriu përtej të gjithëve.